Në një atmosferë të ngrohtë, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj zhvilloi një takim me banorët e zonës së Imarës, ku u prit me mbështetje të hapur. Banorët e vlerësuan si njeri të besës, të përkushtuar ndaj komunitetit, duke theksuar se ai është deputet i duhur për zhvillimin e mëtejshëm të zonës së tyre dhe më gjerë. Në fjalën e tij, kandidati Sinaj nënvizoi se Partia Socialiste vjen në këto zgjedhje me një program ambicioz, i cili është bërë realitet nëpërmjet investimeve të prekshme dhe projekteve të përfunduara. Ai shtoi se një valë e re transformimesh po vjen dhe kjo është arsyeja se pse qytetarët duhet të mbështesin Partinë Socialiste për të vazhduar rrugën e zhvillimit. Jemi në një fushatë elektorale për zgjedhjet në Kuvendin Popullor. Partia Socialiste në programin e vet për mandatin 4 vjeçar, në qendër të programit ka anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është një program ambicioz që duket ndonjëherë sikur është pjesë e fushatës elektorale të një partie për vota, por në të vërtetë është një realitet që mund të preket. Duke rikujtuar se zyra e tij ka qenë gjithmonë e hapur në mbështetje të qytetarëve, duke shërbyer si një derë e hapur për çdo shqetësim, Sinaj theksoi se zona që ai ka përfaqësuar sot është kthyer në një model për zonat e tjera. Në përfundim ai u bëri thirrje banorëve të Imarës që nëse duan një përfaqësues prezent dhe me një program të qartë të realizueshëm, duhet ta mbështesin masivisht atë. E kam në plan të hap përsëri zyrën e Imar, që nuk do ta mbyll më për 4 vjet. Për 8 vjet ju nuk do gjeni dot asnjë banor në zonën time që të thotë deputeti nuk më është përgjigjur në telefon. Dhe nuk do gjeni asnjë fshat apo banor të thotë që nuk ka ardhur deputeti në zonë që të qaj hallet dhe të zgjidh problemet tona. Unë zgjodha që të hapja një zyrë juridike, asistencë juridike falas për banorët e Vlorës dhe të zonës time. Dhe kjo zyrë është hapur akoma, nuk ishte një zyrë elektorale që u hap vetëm për fushat, por vazhdoi 8 vjet e hapur, duke mbajtur atë me shpenzime të mia.